Nuk mund të bëjmë të vërtet tjetër. E vërteta është një, që prandaj quhet e vërtetë. Kush na ndoh, kush na acceptoi tukat? E kam bërë këtë pyetje edhe më herët. Kush është fajtori kryesor pse shqiptarët janë të ndalur? Po ne kemi dy momente, ato dy momente historike. Konferenca e Berlinit dhe konferenca e Londrës. Janë dy momente historike që janë të identifikuara. Janë të qarta, mënyra si u ndan. Shqiptarët kanë patur një fat të frikshëm. Unë sot në botë nuk mund të gjesh një vend që ti jeti kufizuar me vetveten. Në çdo krah që ti do të kalosh kufirin, do të gjesh shqiptar të tjerë. Njëjta ndodh dhe sot, për shembull, jo vetëm më përpara, po dhe shqiptarët e Kosovës, në momentin që kalojnë gjithkund kufirin, prapë me shqiptarë janë kufizuar. Apo nuk është kështu? Jo, vërtet. Kjo është historia e dhimbshme jona. Ashtu siç është historia e dhimbshme për shumë zona që janë deshqiptarizuar, ku shqiptarët janë detyruar të largohen. Ne kemi folur bashkë për Nishin, për Prokuplen, për Kurshumlin, apo kemi folur për Sanxhakun e Pazarit Ri, ku shqiptarët sot për fat keq deklarohen masivisht bosnjak, pavarësisht se janë aty. Apo kemi folur për Plavën e Gucin, kemi folur për Tivarin, kemi folur për Ohrin, kemi folur për Manastirin, kemi folur për atë Shkupin, që ishte dikur qyteti më i madh i jetuar nga shqiptarët. Ky është një fat tragjik i shqiptarëve. Dhe ne, sot, ajo që unë shikoj të paktën tek institucionet shkencore, është që ne kemi një lloj drojti të tregojmë. Shko, janë ca gjëra që duhen treguar. Janë ca gjëra që duhen ngritur. Dokumentat janë, nuk po flasim për ngjarje të ndodhura, nuk e di para 2000 vjetëve. Sigurisht dhe për ato duhet folur. Po flasim për ngjarje të ndodhura në 1912-ën, 1913-ën. Po flasim për masakra që janë bërë në 1944 në Çamri. Ka njerëz gjallë. Atëherë pse duhet kemi frikë që këta njerëz të gjallë ne t'i marrim dhe t'i çojmë përpara gjykatave ndërkombëtare dhe ata të dëshmojnë atë që kanë kaluar mbi shpinën e tyre. Pse duhet me pas frikë? Jo, nuk është normale. Siç nuk është normale që ti thush sot Kosovës kërkoj falje para kujt Kosova? Para kujt kërkojnë falje shqiptarët e Kosovës? Kush është gabimi i shqiptarëve të Kosovës? Ishin tokën e tyne. Janë autokton në tokën e tyne. Dhe ishte një pushtues që i vriste, i priste historikisht. Falje kujt? Edhe mvret, edhe masakron, edhe myt, edhe mdhunon, edhe mpërdhunon, edhe mlë me të rinj pavare, dhe më thua kërko falje? Ku është kjo? Ku është parë? Nuk po flasim në këtë moment zëre se nuk jam shqiptar, po flas sikur jam një qytetar i Europës. Edhe po ta shikosh nga larg, kjo është e dhimbshme. Ti thua që populli mohoi gjithë ato dhimbje që ke kaluar dhe kërko falje ka shik ti tjetrit që erdhi dhe të vrau dhe të preu. Kjo nuk është normale. Dhe ne nuk duhet kemi frikë ta grep zërin për këtë gjë. Nuk duhet kemi frikë të tregojmë gjëra siç janë.